Sa përket shpirtit, se çfarë ndodh me të pas vdekjes, në parim ne si musliman e dimi se Madhi Allah Azza wa Jall na ka treguar se njerëzit për shpirt din shumë pak. Yes'alunaka anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Të pyesin ty për shpirtin, thua ju te o Muhammed atyre, çështja e shpirtit është i përket lartë madhërisë së Zotit. Dhe juve është dhënë shumë pak dije në përgjithësi e pak dije për shpirtin në veçanti. Kështu që ne për shpirtin dimi shumë pak. Por ajo çka është e sigurt dhe nuk ka asnjë dyshim se në momentin që robi vdes, melaçet ja nxirrin shpirtin robit, melaçet e rahmetit shpirtin e robit musliman, melaçet e gazepit shpirtin e robit jo musliman, siç ka ardhur në hadithin e gjatë të Al-Barra bin Azib radiallahu anhu, melaçet e marrën atë shpirt, e futin në qefin për qefin e xhenetit dhe e endin poshtë nalt qiellin e parë 2/3 të me radhë, derisa të futet trupi në varr. Në momentin që futet trupi në varr, ende pa mbulu e varrin, ende pa e kthy shpinën xhamati, melaçet e fusin shpirtin në trup dhe i thënë qohet dhe e pyesin, cilë Zoti yt, kush është Zoti yt, cila është feja jote, edhe cila është pejgamberit, apo çfarë thua ti për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një të pyetje i bën edhe jo besimtarit, ani pse që është ndryshe trajtohet shpirti jo besimtarit, ndryshe besimtarit, e rëndësishme është pas marrës së shpirtit, pas marrës në pyetje dhe në llogarisë në varr, robi musliman fillon të shijojë të mirat e jetës së varrezave, të mirat e xhenit respektive të vjen një freski, një ndryshim për xhenetit, ndërsa jo besimtari, zullumçari, i shijon vujtjet e xhenemit. Allahu na ruaj. Ne besojmë në jetën në varreza dhe se varri është kopsht për kopsht të xhenetit, ose është grop i grop të xhenemit, dhe se besimtari me shpirt dhe me trup i shijon kënaqësitë të mira të jetës në varreza dhe jo besimtari shijon vujtjet në jetën e varreza, e pastaj ku qëndron shpirti sakt gjatë jetës në varreza, kjo është çështje shumë e msheft, vetëm Allahu e di, e ulemat e tonë kanë dhënë disa mendime, rreth 6 mendime kanë dhënë se ku qëndron shpirti i robit besimtar dhe robit jo besimtar. Allahu na ruaj. Dhe kështu ata e kanë një lloj lidhje mes vete deri në bërën e kiametit, bëhet kiameti, ngjallën trupat, dalin për varreve, për tokës, futen shpirtat në trup sërish dhe më nuk ndahen përjetësisht në xhenet, në xhenem. Allahu na ruaj.